Specialistët për hetimin e krimeve të drejtorisë vendore të policisë Shkodër arrestuan në flagrancë një të ri 22 vjeçar, banues në fshatin Rapsh, për veprën penale kontrabanda me mallra për të cilat paguhet akcizë. Ai u kap nga shërbimet e policisë kufitare në fshatin Kosan, duke transportuar 420 kg duhan të grirë, të dyshuar të kontrabanduar nga Mali i Zi. Sasia e duhanit dhe automjeti u sekuestruan si prova materiale. Nga sektori i qarkullimit rrugor u arrestua një 54 vjeçar, pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi dhe në gjendje të dehur. Specialistët e hetimit të krimeve në Komisariatin e Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori për një adoleshent 15 vjeçar, pasi u gjet një mjet prerës, thik, i cili u sekuestrua. Po ashtu, u referuan materialet për një 41 vjeçar nga Puka, i cili ka goditur me grushte një 50 vjeçar për motive të dobta. Të gjitha materialet procedurale janë dërguar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.